të para se cilin nga pjesëtarët e familjes, pra protagonistët, motra dhe të vllai, shkëmbenin në përgjegjësi ndaj njëri tjetrit edhe përveç kësaj nuk kishim një qartësi në hetime dhe përveç kësaj prap e them, sepse duhet ta themi vazhdimisht përveç, sepse kjo ngjarje ishte jo prona, jo familja, jo gruaja, jo motra, jo vllai, jo tezi, jo kurshuria, dhe përveç të gjitha këtyre rrethanave, në fund fare, në shkallë të parë dënohet një nga pjesëtarët e familjes. Avokat, mendoni që kjo ngjarje, derisa u mbyll me një vendim këtu, nuk besoni që do shkojë më tej për të gërmuar pra institucionet, prokuroria për ta zbardhur? Atëherë që ta përfundoj të gjithën atë që unë e nisa, duke qenë se janë shumë faktorë të përzirë me njëra tjetrën dhe përjashtojmë njërin dhe tjerët me radhë, kemi të bëjmë me faktin konkret që një gjykatë e shkallës parë, jo vendim përfundimtar, ka dënuar vëllain e këtyre anëtarëve të familjes, pra motrës të vllait tjetër. Që do të thotë njëri të paktën ka marrë përgjegjësinë. Tani e ka marrë përgjegjësinë sepse prokuroria tha që do dënojmë X personin, apo e ka marrë përgjegjësinë sepse ai vetë ka pranuar faktin dhe thot unë e kam bërë dhe të mbaroj kjo. Sepse fillimisht ishte motra, ishte vajza që e mori përgjegjësinë, pastaj kaloi. Prandaj thash njëri tjetrit edhe po merrni përgjegjësi, jo unë, jo vllai, jo ky ai, por ajo që ne duhet të kuptojmë është pasi të zbardhet edhe vendimarrja e shkallës parë, nga rrethanat e faktit do kuptojmë qartësisht që dikush nga këta ka marrë përgjegjësinë. Dhe përveç këtij faktit që mbarja e përgjegjësisë, kemi pastaj edhe një rast tjetër që ka të bëjë me dhënien e dënimit, sepse nga dënimi ju do kuptoni që fajtori për gjykatën e shkallës parë Durrës, pra jo vendim të formës prerë, por të shkallës parë që shqyrtoi provat, u bin gjykatës që fajtori që ka djali, pra djali i madh, as vajza, as djali i vogël, as nëna. Sepse edhe disa të tjerë dyshonin tek nëna. Unë dyshoja te faktori për tej familjes. A 1/3? Nuk po. Pse? Sepse 1/3 nuk është se ndikon tek vrasja, drejt për së drejti duke u bë pjesë e vrasjes. Jo. Po faktori 3 mund të jetë person fizik, mund të jetë edhe person ndonjë send, pra një përfitim material që mund të ketë dikush nga familjarët. Dhe kjo gjë, jam i bindur që me vendimin e zbardhjes do të shikoni fakte konkrete. Dhe tek ato fakte do të shikoni ju që aty po ekziston faktori 3. Pse e them ekziston faktori 3? Okej. Po. Jo, më thoni, se një ndërprek. Sepse njërin e ke burgim të përjetshëm. Tjetra është dënuar 8 vjet, djali i vogël 3 vjet dhe nëna 3 vjet. Në rast se marrim të mirëqen këto dënime, për mua 3-3 janë dënime të cilët s'kan vlerë. Pse? Se të paktën janë të dënueshme me një marzh dënimi të lehtë. Mirë. Po ky që është më të rënd, do të thotë që ky di të vërtetën, ky di sekretin, edhe e treta është që ky ka shprehur mbi sekretin. Dhe prandaj gjykata ka vendosur burgim të përjetshëm. Dhe përveç këtij fakti, duhet dini që të gjithë familja do ta ankimojë vendimin. Pse? E njoftuan edhe avokatët sot që do ta ankimojnë. Po, sepse duke qenë se një ndër pjesëtarët dënuar burgim të përjetshëm